Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka komentuar vendimin e Parlamentit Shqiptar për miratimin e financimit të Porta e Alpeve për investimin në 5 bashkitë e Shkodrës. Sipas ministrit, kjo paketë investimesh i hap rrugën zhvillimit të turizmit nga Velipoja në Theth. Para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta e Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Dhe kjo që nënkupton themi angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodrën, në Malësit Madhe, investime që ndërlidhin, le themi, pikat turistike si liçeni i Shkodrës, lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë qark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Ministri foli për rrugën Milot Ballre duke pranuar se është shqetësim për banorët, por premtoi se shumë shpejt do të shpallet fituesi dhe autostrada do të jetë kategorisa. Patjetër, problematikë që banorët ngrenë në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Ballre. Rruga Milot Ballre ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme. Ka qenë vullneti i qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte le themi edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut me pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë dhe për të dhënë një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër si çdo projekt infrastrukturor, siç ka le themi projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është që po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave. Në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Ballre. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është që po, rruga Milot Ballre do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri.